Gjatë bisedave për kandidaturën tonë, më thanë që nëse shpollët kryetar komune Dauti mon nuk o me posa si njerë që ta qelin deri me shkelma për projekte ndryshme. Ja, ku që një Daudin është mirë, dhe me thonë me kuptu se mundësi për mu zhvillu, me punu, me funksionu në kryeqytet, unë 2 herë ma shumë kom inimu. E kom thonë edhe publikisht, nëse dikush e ka i projekt mund të merë pëlqimin e komunës mrena dite, pse duhet me prit 1 vit. Pra mundësi gjithë do t'i kenë, por jo diskriminim. Jo favorizim dhe një grupit caktum të interesit e diskriminim një grupit tjetër, ose favorizimi një lagje, shkelje drejta një lagje, se e ku marrë shemull Vranjevcin, e Tasligjën, e Sofalin, e Mshirin, shemull që është bo një diskriminim i skajshëm. Dhe nëse shkojmë për shemull Vranjevcin, sheni që as kanë pronë, as kanë lejet objekteve, as kanë pronësit objekteve, as kanë ndryqim publik, s'kanë qerdhe, s'kanë palestër sportëve, është gjëna që ju ka bo gjithë asaj mase. Ne është një qendër shumë e madhe. Njëjtë me shku në Bardhash, që është një bashkësi lokale ku përfshirën edhe 6 fshatra tjera, është një situatë kaosit. Në objekte vitale jënë nisë, jënë investu, kanë betë ashtu pezo, asë s'kanë shpi shëndeti, infrastruktura është krejt katastrofë, s'kanë stacion policor, s'kanë QKMF, s'kanë shtëpit kulturës, njëjtë e kia i valin, nuk i kanë këto të mira. Ta shtë dikush me ndonë që mi ka folim për një loks komedit ose projekte gjigande, këto jënë sene shumë dvogla. Pse duhet më hu e drejta Vranjevcit ose Kodrës Trima për mu zhvillu. Pse duhet për shembull mos mu zhvillu Dragodani, që do mos gjatë dimnit s'ka shansë me kalu as me automjete se lema me automjete më të ndaja ose kamion. Sot me shkua nej, kamioni sunim delë beturinat. Pastaj është rasti sistemit ujtë pijes. Ne tash në kryeqytet e di që kemi zgjidhur këtë problem. Por nëse dalim jashtë kryeqytetit, është një problem jetësor për banorë që nuk e kanë. E duhet me ndërhy urgjent. E mos flasim për qerdhe, për shkolla, për gjelbrim në qytet. Për këtë arsye, kjo nuk do me thonë që Daudit nuk mundet kush mja qelë derën me shkelën. Inshallah si ka imenja kuj, po unë për ju thëmë se kryetari komunës duhet me koni guxemshëm, duhet me ballafaqu me problemin, e jo me bashkjetu me problemin. Sot jem konë e Msherë, e kum pa gjendjen çfarë është një kolektor i ujë Ravzeza, që i ka 3 lagje. Tash 6 vite, do me thonë, është nisë një projekt, për shkak pengesave në shpërndësim, është bloku, jënë hu milionat, jeta e njerëzve është e padurueshme, sidomos në temperaturat larta, aty nuk jetohet. Në vend që njerëzit më detyru natën me hap dritaret e më fresku banesat, njerëzit detyrohen me mbyllën me nshu klimat, për shkak se nuk jetohet. E kjo është e pa tolerueshme. Nëse flasim për unazën që u përmend, buxheti është i siguruar për vitit 2018. Ai projekti akoma as nuk ka fillu. Pastaj është rruga A, njëjtë. Nëse flasim për rrugën C, njëjtë. Nëse flasim për projekte kapitale mrena në qytet, shumica për tyne as nuk kanë fillu. Ujrat e zeza janë bashku me rreshtit. Me thonë këtu janë gabim që kanë bo dhe i tash. Prap do të detyrohen me i qelë asfaltin e me i kthy gypat me nda ujrat, sepse nuk jam unë ekspert i kësaj fushë, po paktën unë jam konë pak ushtare, di që duhet me mësu edhe me ndëgju të mesmin. Unë edhe ingoj njerëzit për ekspertizën e tyne. E ka shumë probleme që unë mendoj që mu i mi zgjidh. Sigurisht. Kur folim për legalizimet, për shkak që është një fenomen se rreth 70% e kryeqytetit tanë është pa certifikim të legalizimit objekteve. Pra i bjen që është i ndërtuar ilegal. Është krim urbanistik. Ma shumë se 70%. Pastaj ndërtimet që nuk kanë marrë pëlqim për pranim teknik. E i kum dëgju që kanë thonë që po bën fushate, nuk bëhet, është e zërshme, veç po folë se s'ka mundësi. Ka mundësi, bëhet. Në vitin 2015, ishtë drejtori Libor Naleun e ka kriju një komision, edhe është komision me autoritetet jashme. Me inxhinjer, me hidroinxhinjer, me elektricista, janë 6 antarë si duhen t'jenë, e ka emnu edhe kryetarin e komisionit, për me legalizu ose me dhonë pëlqimin final një objekti. Ta shemi në 2021, ala një objekt nuk ju ka dhonë pëlqimi. Pse nuk mos mi pas 50 komisione. Mrena dikon për qa për 6 mujti, mu e përfundon krejt historinë e pëlqime teknike për gjitha objektet cilat janë të ndërtuara në kryeqytet me le.
E imagjinone, po flasim për 50.000 objekte banesore të cilat nuk mundet një qytetar, dhe pse ka ble me e barë në pronë veten. Kretë këto janë bo për shkak se e kanë neglizhu këtë fenomen, ose nuk kanë dash me e marë, mu trajtu kjo temë, e kanë injoru, e kanë lonë, edhe na jena mësu pak mos me ngritë zonin, si qytetar. Pra, ka shumë sene që unë mendoj që po që së mjebet mundësia, këto tema unë i realizoj. Ishte vëllati